Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi në Ndryshe në Top Albania Radio. Tash gjatë dita tash po erët. Shiko, erdhi e Marta. Erdhi ora 6 tuaj. Nga Jozi të Baby G për një herë, nga e Marta në të martë. Si ka qenë kjo ditë për ty? Nëse duhet ta hapim me një falënderim shumë veçantë për gjithë vëllezërit tanë kosovar, që sot ka ditën e çlirimit tyre. Ditën e pavarësisë së tyre. Dhe dua ta hapim me një urim shumë të dashur, shumë të sinqert, me një zemër të madhe, një puthje dhe një përqafim që u vjen nga Tirana, nga unë Salsano, në Prishtinë, Pi, Gjakov, Prizren, kudo ku ju jeni. Takzoni pavarësinë edhe 100 vjet të tjera, sigurisht që s'kan ku të shkojnë ndryshe, po unë do doja që edhe për atë historinë e famkeqe të Hagës, ku prokurorët e nderuar në kuptimin e keq fjalës, që kanë kërkuar kaq vite burg për luftëtarët e UÇK-s, drejtuesve e UÇK-s. Kështu që shpresojmë që gjykata të vërë atë mendjen edhe ti nxjerrit pa fajshëm ata sepse nuk e meritojnë. Dhe Prishtina sot ka qenë ndar në festime, po gjithashtu edhe në protestë që në orët e para të mëngjesit është ngritur flamuri i Kosovës tek sa valvitet në qiellin. Po flamuri i Shqipërisë është pothuajse në gjitha shtëpitë. Po gjithashtu presidentja Vjosa Osmani ka mbajtur fjalën e saj përshëndetse për popullin e saj, po gjithashtu edhe kryer të rëndësishëm. Dëgjova lajme tu në orën 18. Nëse unë do të bëj një përshëndetje për gjithë ata shqiptarët Kosovës që ne kemi miq, pse ka për shembull kam burimin tjetër, sa burime kam aty. Dje u lidha unë në Big Brother, thash nga Tirana në Prishtinë lidha me Sarandën. Po gjithë aktorët e Kosovës, e gjithë shkrimtarët, e gjithë regjisorët e Kosovës i njohin. Gjithë artistët që na vinë nga Kosova janë e dashur. Sa shumë na kanë respektuar edhe në emision, kanë ardhur dhe i kemi intervistuar. Ilir Bokshi, Ad Morina për shembull. Unë se mos fillon të përmendësh emra se do kemi ndonjë atërmbetje se ti i njeh shumë edhe i ke. Vetëm vjen keq që sot nuk vesha këpucë të Kosovës, unë i vesh ku s'kam gjë. Nuk i vesha sot. Edhe diçka tjetër Salsano, sa herë është pavarësia e Kosovës, mua më qellon të jem në transmetim. Kam qenë në një transmetim maraton këtu në radio me Eno Popi në Live from Tirana. Ka rrezik Lorenzi jot ka një dell kosovar. Sua, po pse sua gjyshi po Lorenzi? Po dell tash. Dell domethënë që mirë, a thash në deg në i kështu. Delli është Kosova jonë e dashur gëzuar sot edhe për gjithmonë pavarësinë tuaj dhe ne do donim në këtë hapje t'ju përshëndesnim me bashkëpunimin që patëm me Shkurtë Feza në një këngë që është kthyer si një himn bar kombëtar. Mora fjalë Top Channel Shkurtë Feza, ju urojmë gjithëve mirëseardhje në Ndryshe në Top Albania Radio. Se pastaj do të kemi Baby G. Baby G. Hajde. Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi Salsano, jemi në gjithë atmosferë që ndjehet sot edhe në Shqipëri edhe kudo ku ka shqiptar. Ashtu është. Atmosfera është shumë e bukur, po gëzojnë. Ore ditën e Barsalet, Shqipëri, Kosovë, sketi kështu. Ti vetëm Kosovë. Unë di Barsalet Kosovës shumë bukura. Po di dhe një që ka të bëjë me Shqipëri Kosovë. Uaj, gjetak, ku i rashën e të, Nuk është në një, se është e hershme. Ky burri që jeti juve prej 5 dekadash. Ky burri vetëm ky që ka lindur 42-shin kur sliru, jo kur sliru, më thënë kur pa Gjermani. Po thosha që mjafton vetëm ti shkruash kryefjalë. Si e do Barsaletën, roz, kuqe me Shqipëri, me Itali, me Gjermani. Po bëj një marrëveshje me ChatGPT-n që të futem që më pyesin video mua. Burimi Salsano Rafi. Një me Shqipërinë dhe me Kosovën, po tregon edhe një me Kosovën, pastaj se. Po mi për herë të parë kur u hapu kufiri, domethënë mbas luftës, që erdhën 12 shqiptarët për të ardhur në tokën Am, që i thonin ata. Edhe ikën, u hynë në Shqipëri, edhe kur u kthyn, ai i kufirit i pyet ai polici i kufirit, thotë, "Ke gjë për të deklaruar?" Me fjalë, mos ke makinë gjëra që duhet kenë dogane kështu gjas. Ke gjë për të deklaruar? Po, tha kam, tha. Aq mirë na kanë prit, jemi kënaq. Filloi duke rrëfyer. Kujto si televizion. Ora ka gjë për të deklaruar, keni gjë në bagazh. Na kanë prit shumë mirë, tha. Kjo është deklarata ime. Ua. Po në fakt po të kujtojmë atë vit, apo çdoam ta kujtojmë atë vit, ku Shqipëria, Maqedonia, të gjithë ne hapëm dyert edhe krahët për të mirëpritur vllazënit tanë në Shqipëri, po shiku janë sot në 18 vjetorin e pavarësisë. Po një Barsalet vetëm me Kosovën. Vetëm me Kosovën,
Është banale, nuk e them dot, se i kanë shumë banale atë. Të lezetshëm janë. E di çfarë më pëlqejnë shumë në Kosovë, veç ushqimit, qëndrimit mikpritjes që e kanë sigurisht i dim vërtetet kryesore. Po më pëlqejnë kur realizojnë kështu spote ose reklama, kanë ca slogane, kanë ca moto shumë të bukura që vishen vajzat e Kosovës, më pëlqejnë, ëh? Po. Më shumë se vajzat e Shqipërisë, në veshje, kanë më stil, flas. Ashtu ka thënë, ëh? Kështu më duket. Pse? Ti më duket si kosovare për shkak. Ama ati. Do më thënë faleminderit, po do më thënë faleminderit se ti pëlqejnë se si vishen gocat. Nëse unë mendoj që ne jemi më perëndimor, më italian, më me ndikim të shtetit. Më stil thash, nuk thash më, ne jemi më të shtrenjtë mbase. Kurse ata janë më stil, nuk është se Google-on, thash Google-on. Gulon. A flasim pak për intervistën e javës së shkuar se sa kemi marrë shikueshmëri, se s'dua të them klikime se nuk është qëllimi jon të bëj klikime në këtë emision. Ne bëjmë përshëndetje për Kosovë, përshëndesim ata që përshëndesim gjithmonë, gjithë ju që jeni për taksias dhe mos taksistët. Arruam, ata që por dhe të gjithë ata që janë në makinat e tyre, edhe po rinë në trafikun e Tiranës të nduar nga Ilona dhe nga Salsano, keni shumë pushë edhe për çfarë. Kështu që shihoni 2 orë ndryshem për sot. Jo, po thosha që nga intervista e shkuar morëm shumë komente pozitive, morëm shumë shikueshmëri në panel shpërndar. Po kishte edhe nga ata që thonin o Ilona o Salsano, po pse qeshët ju me shpullën. Patën dhe një dy portale që e kishin cilësuar si një që ne po jepnim dhunës. Absolutisht jo. Kjo s'ka lidhje fare. Ne kemi bërë një emision, kemi ngritur një emision pas asaj që ndodhi vjet për këtë histori. E di pikërisht për atë që bëri Luizi Big Brother për shembull, me Stenaldon, atë do kisha dëshiruar, po ti isha aty do kisha bërë me Stenaldon. Ja kujtojmë njerëzve? Që këtë historinë e Luizit me Stenaldo. Luizi verbërinë e Stenaldos nuk e mëshiron, as nuk e zmadhon, po e sjell në mënyrë shumë komike për t'i thënë që ai vërtet nuk sheh, po është si gjithë të tjerët. Pavarësisht se padyshim. Ajo mungesa që ka ai mos e shihet si mëshirë për tjerët, sepse ai nuk do të ndihet i tillë. Edhe pastaj kam qesh shumë me batutën e Luizit, kur i tha, imagjino tha Stenaldo, tha që unë të shkoja tha të jepja nominimet tha, e thosha nominoj Stenaldon, e do thoshte Ledioni arsyeja se kur flas me të nuk më shef në sy. Kjo është quhet si humorizi, po shumë e relakson shumë situatën që mos të ndihet as ai as gjithë tjerë ta shohin atë ndryshe. Madje pas daljes. Prandaj kjo është pulla e Jozit desha thosha unë. Tu donim të dilnim, po. Që ne qeshim a ka njëri që meriton një shpull aty brenda, po jo në kuptimin a ka njëri që meriton një shpull që sillet keq, në mënyrë siç e kuptoni, kështu fizike, kështu, absolutisht jo. Absolutisht jo. Sepse unë çfarë jemi ne? Unë s'kam qelluar kurrë me shpulljetën time. Asun. Kështu që pse duhet unë të reklamoj dhunën fizike, as jam bërë të gjë, s'ka për ta bërë. Kështu që një vit më parë kemi realizuar një emision lidhur me këtë temë. Kanë qef të bëjnë ca klikime më shumë edhe marrin nga që ne jemi të klikuar shumë, edhe do marrin çik nga klikimet tona, prandaj e bën këtë gjë. Kështu që janë jo që janë pakic, po janë minorancë e pakicës. Këto që bëjnë kështu, si edhe për të kthyer te Luizi, që nga momenti që Luizi ka lënë shtëpinë e Big Brother, duket sikur kjo gjëja, siç thua ti, është bërë kështu, është bërë se më trajtohet po njësoj, është po në normalitet, është po në. Pa Stenaldo gjigant, është gjigant fantastik. Ledion që ke vesh shumë bukur sot. Po pra, dua të them sikur Luizi e thyu akullin dhe tani kanë batuta të ngjashme me ose erdhi një parashut tani me Rogertin duke i thënë shikojnë çik parashutën se mos ka. Domethënë e theu ai atë akullin në mënyrë në shumë fine, shumë. Nuk e shohin fare që ai ka atë problem fare, një normal. Edhe ai vërtet është shumë normal. Madje është më mirë se ai normali, sepse është djalë i zgjuar, i artikuluar, i talentuar. Absolutisht. Edhe shumë e shohin si një nga pretendentët për ta fituar këtë edicion të 5 të Big Brother. Ne jemi dedikuar sot Big Brotherit, me thënë të drejtën, presim të eliminuarën e fundit nga shtëpia e Big Brother VIP Albania ditën e shtunë, ditën e Shën Valentinit, ajo la shtëpinë e Big Brother dhe do të na bashkohet pas pak në studio me mua dhe me Salsanon Baby G për të folur për Big Brother në veçantë, por edhe për karrierën e saj në përgjithësi. Tani mund të vëmë një këngë që ka të bëjë me një këngë të famshme të Baby G, sa? Po, mund të vendosim një këngë të famshme të Baby G që është më e reja, më e fundit dhe që quhet Nesti. Se sot kemi edhe DJ tjetër, nuk kemi skerdim, kë kemi sot. Kemi Dankon sot, shikoj. Me ne të shoj, nuk shoj me tjerët. Rri me këtë dushi me shizonerat me këto.
Nuk shohin ty, këtu do të kupton, që ka vetë. Sa mirë ja bëre. Nesti Baby G ka publicitet, rikthehemi pas orës 18:30 në Top Albania Radio në Ndryshe. Man me sa të bukur e ke këtë zërin. Lene mo. Ndryshe në Top Albania Radio. Ja të kemi sërish në Ndryshe në Top Albania Radio dhe është momenti që unë falenderoj në veçanti Maxin. Maxin. Do ta them që fillim, bëj hala Maxit mbas kësaj që të bësh. Unë them kalo nga Max Optikore, se dëgjoj mua, kalova unë sot në mëngjes, pash gjithë koleksionin e ri, pash ulje deri në 7%. Ato si të bukur që se vënë çfarë? Shefe sa të bukur e kam, se i kam marrë këtu dhe do t'i ndaj me njerëzit. Ja, nga Max Optika, një Çim kuti duke qenë mirë. Hajde, syze, hajde. Ja, shikojnë çik. A mund ta vazhdoj këtë emision me syze me që presim edhe një. Bëje kështu, sa shkokan mi dona. Shkojnë bukur. Po thoja fajnë. Nesër mëngjes janë ke Maxi. Deri në 70% ulje për këto syze të bukura dhe për gjithë koleksionin e brendeve më të mira, gjithashtu edhe për skeletet optike, vizita okulistike falas. Mund shkoni në dyqan se kudo ku jetoni ka një Max Optika ose mund prenotoni maxoptika.com dhe ju vin me delivery shumë shpejt. Po unë them shkoni se është tjetër shijim kur i prek, i provoni kështu. Se syzet shikoni. Që janë mrekullisht të bukur. Wow, unë do prezantoj kështu tani. Ashtu, disa, urdhot dhe një foto unë ty tani. Si duke, shije çik. Si çaj ylli je, shije çik çaj ylli je. Sa bukur, sa bukur. Ndodhin këto në transmetim live, s'kemi çfarë bëjmë, kështu që sugjerimi më i mirë që ju vjen për të kënaqur veten apo të dashurin tuaj është përfitoni nga uljet nga Final Sale që zgjat edhe për pak ditë në Max Optika. Mirë, ne do të jemi së bashku me Baby G, e cila në momentin në moment do të jemi Barsaletën e javës apo? Barsaleta javës me Salsanon. Do syzet kjo Barsaleta apo mund të shoh? Mbaj po deshëm. Jepi. Shkon njëri te doktori. E i thot, ishte doktori lëkurës në dermatolog. Po i thaj, doktor tha, kam një afta që kam filluar kafe, tha. Edhe më nxjihet këtu poshta. Po sy tha kam një këtë shenjë zezë. Po gjithmonë që pi kafe, tha, m'del kjo shenjë. E lë kafe, tha, mikën. Pi kafe, tha, m'del. E shef doktori? Mos pi kafe. Jo. I tha, të lutem shumë, kur të pish kafe, hiqe lugën nga filca. Se i hinte luga këtu. Mishë si hinte. Si ka mundësi? Hiqe lugën nga. Se e pi kështu? E pi dhe me gjithë lugë, se e ve. Merë të gjallë lori kafe, ve lugën, e përzin, qofse e do me shqe. Edhe kur e pi, rota. Me gjithë lugë. Se puna shumë. Barsaleta e javës nga Salsano Rapi. Vëndej tjetër që ta... Hajtë bërë edhe një tjetër se iku u pagu emision me Barsaletat e tua. Po në fakt, Salsano, të themun ty se sa shumë është parë Barsaleta e javës së shkuar, nuk e di pse njerëzit e kanë shumë qef të rubrikën edhe të presin me endje për të dëgjuar. Është mbi 210.000 shikime. Vërtet? Për zotin po. Dëgjoj tash për gjithë ata që kanë qef palestrën, kam një histori shumë interesante. Më vodhi njëri portofolin. Fillova të vrapoj ta ndigja me vrap, në rrugë. Vrapoj, ndoqa 1 orë rresht. Duke ndjekur u kujtova që në portofol kisha vetëm 20.000 lekë vjetra. Pritjer thash me vete. Unë shkoj në palestër, paguaj 70.000 lekë për 1 orë stërvitje. Këtu ta kam një orë që ndjek hajdutin edhe ndalova. Ndaloja i dhe i tha hajduti, po ti pse ndalove? I ke Allah të dama. Unë të kisha rëzu 70.000 palestër, tha 20.000 lekë, tha fitova 50. 5 kalori me vrapin që ka bëj. Jo, edhe kështu, një portofolin. Ka lezet. Sa shi dhe keqe, ju që... Jo, po shkojmë palestër edhe po snuk. Kështu që futja vrapin. Në palestër shikon këtej. Vetëm jozi duke po palestër, gjithë tjerë tu pa jozi. Ju përshëndesim tani me këngën e radhës edhe kthehemi pas pak në Ndryshe në Top Albania Radio, mos u largoni. Ndryshe në Top Albania Radio.
Jemi sërish bashkë këtë herë për të falendëruar Bene Asikuracioni. Është një nga call centerat më të mirë, më prestigjioz dhe më të suksesshëm vendosur në Tiranë. Flet italisht dhe në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional, kompania Bene Branch po zgjerohet dhe kërkon punonjës të ri energjik të motivuar që të bëhen pjesë e ekipit. Ofrojnë kushte të mira pune, pagesë konkurruese, mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhmë më të mirë, aplikoni tani në recruiting.tirana, recruiting.tirana@benebranch.it ose telefonon 068 89 26 189. Bene Branch. Bravo, grazie Elona. Të fundit tani. Allora lo parlo italiano adesso. Si, io parlo, un kam provim italisht me 11 mars. Vërtet? Ua, si do ja bëj unë. Se na janë miksuar Salzano. Se do marrësh pasaportë italiane tani? Do marr pasaportën italiane dhe më duhet të jap provimin e gjuhës. Apo? Ka dhe histori, ka politika, aktualitet, ka të gjitha, nga pak, ka pazaret, ka si thojnë domates, portokallit. Kështu gjërash, ë? Tallashit e di? Mëso tallashin, se mund të një gjithon tallashit. Tallashit e di shqip, do të di italisht apo tallashit. Tallashi po asnjë nuk e di as anglisht. E kam të vështirë me thënë. Jo, po puna është pastaj që e kam edhe një çik kështu si krenari që më humb puna atë. Gjithë fisi. Mos më hajde në emision. Ciao Karo. Ciao Karina. Kara, apo Kara? Kara. Ciao Kara. E shikoj, do e merr kam provimin. Që kam bukur fare. E mori Elona provimin të them. Do më pyesin mua. Mori një. Tani kam thirrje për bizneset sepse dua t'ju flas për Postman. Ke një biznes dhe dërgesat janë pjesë e përditshmërisë tënde, më dëgjoj mua tani vath në vesh edhe do gjesh zgjidhje me Postman. Këtu, jo si ai me lugën me kafen. Jo këtu vathin. Me Postman dërgon shpejt dhe sigurt në çdo cep të Shqipërisë, të Kosovës, së Maqedonisë Veriut. Gjithashtu, me Postman ju dërgoni sepse janë të vetmit që nga Shqipëria në Kosovë çojnë porosin tuaj për 48 orë. Po, është e vetmja post që nisen makinat nga Tirana në Prishtinë dhe kudo në Kosovë për 48 orë. Kujdesen për dërgesat tona, fokusohen tek rritja e biznesit. Postman është partneri jon logjistik i shpejt, i besueshëm, gjithmonë i besueshëm. Sirja finale është Postman. Mos thuhet Postman apo? Postman. Kështu që mbaruam orën e parë të transmetimit të ndryshe, do të kthehemi pas lajmeve të orës 9:10. Sepse orën e dytë kemi Baby G. Si kemi Baby G? Asnjë se di. Unë e di, po do ta them kur të vi. E kam dëgjuar, po nuk e mbaj mend. E kam dëgjuar që e ka thënë në shtëpinë e Big Brother, po nuk e mbaj mend. Unë biemin e di. Ha. Kingi. Si thon Kingi? Okej, po është, mund të thosh Kingi është ja vjen tani edhe na rrëfen pemën e saj të jetës, jo vetëm Baby G. Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të Ndryshe në Top Albania Radio dhe jemi me Excuse me ladies and gentlemen with Baby G. Hello, përshëndetje. Hello baby, how are you? I'm very good. This interview we speak just English. Ja, vetëm shqip të lutem. Vetëm shqip, shipe të lutem si këndon. Sa herë gabosh, unë do të them e the gabim të fjalë. Shi sa energji të mirë i solli shtëpisë së Big Brother edhe sa bukur është dukur. Andej plaste sherrri edhe gënima. Sa dobët këtu mi, sa dobët. Nuk dukem dobët të tjerë. 10 kila jo kamera ma ka shtyr. Dëgjojeni pak Baby G. Dhe ndërkohë ishte miri diku ulur aty që po e sodiste. Kam djeg, jam në si tequila. Si jam a pim, yo, vëshin chinchilla. S'po manina kit, 100 gram, 100 kila. S'po manina kit, 100 pound, 100 milja. I kam 9 tjetë që të mbynë 9 vila. Tani jom okay, sa jam in hood. Give me some space, up in my place. Can't be replaced. Po me një gjdo, që më shef mua, kur shef se linë. Rim tullaj. Kjo është kënga ime që ka dalë para 3 javë, para se me u fut në bekë. Apo flasim për Nesti? Jo, tjetër? Jo, kjo është një bashkëpunim që e kam bërë me një reper Lonely. E kemi si bashkëpunim, e kam lancu para se me u fut atje mrena. Edhe është një videoklip shumë interesant edhe kënga më pëlqen shumë. Si ishte qëndrimi yt në shtëpinë e Big Brother? Zgjati rreth 3 javë. Po ndonjëherë
Salcano më mirë pak e sakt dhe del 3 kështu. javë sa një jetë. Në fakt çu do këtyre sa 3 muaj, po thosha që ndonjëherë është më mirë pak e sakt dhe del kështu pastër dhe cool, se sa 3 shumë gjatë edhe se ka njerëz që kanë ndenjur më gjatë, po nuk është se mbajnë mend për ndonjë gjë për shkak. Jo, e vërtet. Jo, për mua ka qenë një experience shumë bukur, ne gjithmonë kam dash me shku te Big Brother, një mision kaq e madh. Ka qenë super exciting. Jo exciting, shqip bresh. Shumë e kënaqur, shumë e kënaqur, ka qenë vështirë me debatet. Ka qenë e vështirë, po. Po, ka qenë e vështirë me debatet. Po ti mësu se janë anglisht. Jo, s'është problem, se kam qejf me mësu. Në fakt du me bë një kurs shqip me bë shqipen sa ma perfekte. Po shumë mirë, do të një shqiptari që do të hyn kurs për shqipen. Do jetë lajm se. Pse jo? Ne regjistrova në shkollë shqip se jam shqiptar, po s'di flas. A di si është? Unë kam jetuar në Angli 25 vit. Sa di unë shqip? Sa e di 26, sa e di? Unë jam 29 vjeç, ama sa di unë shqip? Bol mirë di, unë kam shumë shoqëri që nuk din hiç fare me din shqip, so sa di, pak kam mësuar edhe në Kosovë, pak në Shqipëri, edhe këtë thekset ndryshe nga Kosova edhe Shqipëri. Kur isha në Kosovë më thojshin mos thuj si je, po qysht kam, edhe e kupton ato fjalë ndryshe dhe jam. Po si je bre, je kështu, jam. Exactly. Tani ti je Shqipnis apo e Kosovës? Unë jam si Shqipnis si Kosovës, na jemi një. Po mirë, ti ku ka prindrit? Kuksi. Kuksiane. Kuksiane. Salcano e ka grua Kuksiane. Po çfarë vëti? Si janë Kuksianet? Kuksianet nuk di sa të mira janë, nuk di sa të mira janë. Mos si patsin në shtëpi. Janë shumë mirë vërtet. Janë shumë mirë vërtet. Janë shumë mirë. Paktën Kuksiane që kam njofur, s'kam njoft tjetër Kuksiane. Ja e dyta. Jo, Kuksianet jemi shumë të mirë, jemi besnik, si quhet. Besnik. Po, edhe si gjithë shqiptar, tradicional. Mirë, edhe jemi të gjithë në Londër. Po ti ke lindur në Kukës. Edhe pastaj ke shkuar në Londër. Po. Unë kam qenë 3-4 vjeç kur kam ikë atje në Angli. Kur familja u vendos atje, ë? Po. Mami, babi, motra, vëllezër të tjerë? Po, kam edhe 2 motra tjera. 3 vajza jeni ju? Jemi 3 vajza. Ti je më e madhja? Unë jam i midisit. Middle. Ja se kthej unë anglisht. Me që na mundoj. Middle well, si jeti më? Në cilin vit u vendosët ju në Londër? Nuk jemi në Londër, jemi në një qytet tjetër atje në Angli, është si countryside, është pak si në fshat atje, është shumë e qetë, babi ka vendosur atje, jemi 3 goca. Është vendosur atje, jo ka vendosur. Po, është vendosur atje, jemi 3 gocat në një vend që është pak më qetë, se në Londër është pak më hallakatur. Kaotike, po. Edhe kemi përjetuar një jetë bukur atje në Angli me prindrit, me motrat. Çdo vit unë kam ardhur në Shqipëri me pa gjyshin edhe gjysha. Se janë Kukëse? Po, nuk janë këtu me neve, edhe ma mungojnë shumë, ama një pjesë e jetës time që e kam kalu më të bukur në jetën time është ato fëmijëria me gjyshin. Kur tu ishe me gjyshin? Unë e bëjsha gati valigjen 5 muaj para se me ardhë. Edhe mami thotë, o Gordana, e ke fut krejt rrobat valigjes ke çave vesh. Ata në gjyshin nuk jetojnë më, ha? Jo, vetëm gjysha mami e mamit e kam. Po unë kam qenë shumë lidhur me të babit, ë? Me të babit. Si goca, si janë gocat, Shumë, sinqerisht. Jo, e du edhe të mamit, e kupton, normalisht, ama kemi qenë ato kushri që shkojshim, ishim na i 10 goca çunat krejt kushri e parë, kushri e dytë, që fleshim krejt bashkë në kërvat. I parë i dytë, jo e parë e dytë, se është për femër. Kushri i ri. Do vazhdojmë të flasim për Baby Jean, dhe kemi nisur që nga fëmijëria e saj. Një sekondë, vetëm një pyetje. Po ka publicitet. Vetëm emrin. Si ka emrin? Mbaje. Emrin, mëse nuk e di njëri emrin. Gordana Kingji. Gordana Kingji. Po. Sa të bukur pas kemi Gordana. Do na e shpjegoj pas reklamave të orës 19. Unë do të tras Ana. Jo, Ana, s'ka shans Ana. Jo, Ana. No, Ana. Ndryshe, në Top Albania Radio.
Jemi me Baby G sërish, si po thoshte Noa. Me Anën. Jo. Si pse Ana valla? Po a emrin? A e mori vesh emrin apo jo? Unë harrova sapo. Gordiana. Ja, Gordana. Po. Po pse si ta kanë vendosur këtë emër? Kanë patur një So gjyshi im e ka vendosur emrin tim, edhe unë e du emrin tim shumë, sepse gjyshi është një person. Shumë. Po, gjyshi është një person që unë e kam dash më shumë ti dhe hala e du më shumë ti prej të gjithë njerëz. Edhe me ditë se ai më ka dhënë emër, unë jam shumë kënaqur. Emrin. Jo emrin. Po pse ndryshove? Pse e bëre Baby G? Gordana është. Unë emrin nuk e kam ndryshuar në pasaportë e kam Gordana Kingi, si e kam. Botën e artit unë e kam bë Baby G sepse edhe më shkon. Është ajo sikur gjys, mund të më qenë edhe shumë e ëmbël, edhe shumë sweet, pa më në njëjtën kohë mund të më qenë edhe pak e egër. Po, i kemi ca pyetje për këtë gjë, Po jo, doja çfarë qenje je ti, Ana? Bye. Okej. Era e tretë që e thash. Me kush është të fon? E 2-3 herë. No, Ana. Baby, po më duket si kështu, baby, si Jo, a di pse e kam Baby G? Unë jam edhe gjimnast kam qenë, edhe kam bërë shumë dancing, kërcimi kur kam qenë e vogël. Me trup kam qenë super e vogël edhe kur kam qenë e vogël. Normal. Edhe kur kem qenë e vogël. Po tani kur ishe e vogël, ishe pak e vogël. Po, jo, e shkurtër do të. E shkurtër po, edhe pak më jo komplet të zhvilluar si ato goca tjera. Okej. Unë Dhe isha zhvillimin e more kur dole shkollë mesme? 18, sinqerisht. 18 unë zhvillova fix si një pemë. Çele, Po, linda. Çela 18 vjeç. Në të gjitha Në gjitha dimensionet. anët, me mendje, me gjatësi, Me me të trup, gjithë, me kështu, po. Po, kam qenë pak ma shkurt, pak ma si baby. Edhe thoshin gjithë baby, Edhe unë kam qenë kërcimtare, edhe unë isha 7-8 vjeç, diçka ashtu, edhe isha tu kërcy me këtë që ishëm pak ma e madhe, se unë 12-13 vjeç, edhe isha mba e vogla te grupi, ama gjithmonë e kam pas sikur një attitude, pak e tregojsha aty në çfarë më bë. Edhe pse grupit, ajo. Po, edhe pse isha më e vogël, prap isha the leader of the group. Lideri i grupit. Lideri i grupit. E para e grupit. E para e grupit edhe të gjithë thoshin, je si baby e vogël, but you still a G. Je baby, ama prap je Po je e madhe, po. E kuptuam. Edhe kështu, po shumë mirë, po të rrim. Pas ke bo ligjin me fjalë edhe pse e vogël. Bo ligjin angli. normalisht. Mirë, Qa shenjë horoskop ishte? Unë jam gafore. pa i tash ma se jam. Është dhe ai gafore. No way. Si ka mundësi, një vajzë nga Kuksi, si nga origjina e gruas tënde, gafore shenja jote. Dhe kjo do lidhet me një dem, është e sigurt. Mos jeni njohur Një dem? ju Po. në një jetë të mëparshme? Mos jeni njohur ju më herët apo? Ti je korrik apo në qeshor? Unë jam korik, 17 korik. Sa ishte 7? 20 jam. 20. Sa ishte 7 do isha çun. Se burri. Baby G, sa do ndikoj muzika, më thënë bigu në muzikën tënde? Sa do dikoj, unë e pare se me u fut në beg, kam qenë të punu për albumin tim, kam 10 vite tani që punoj në muzikë profesionale. Karrierë, po. Një dekad, që jam shumë e lumtur, kam kalu shumë gjërat bukra, në një jetën kohë edhe shumë sfida kam kalu edhe jam shumë krenare për kjo gocë që jam. Për këtë gocë që jam. Për këtë gocë që jam. Salsano, nuk kemi në orë mësimi gjuhë. S'është problem. Po tashmë ti në Shqipëri njihesh më shumë tash i besoj. Me trugu drejt, unë prej si kam dalë me këngën e parë, u bë shumë e madhe me këngën e parë që nuk e kam prit. Atëherë isha 19 vjeç. Si bën ajo kënga, si ishte ajo kënga? A mundeni me mlan me fort? Jo, duhet ta dëgjojmë çikon që të na kujtojë. S'ka gjë, nuk s'ka problem. Po, do e këndoj këngën, po sinqerisht unë kur e lancova këngën e parë, nuk e mendova se direkt bëhet hit edhe do filloj njerëz me njoft kaq shumë, po. Në Kosovë unë e bëna, kam qenë me një label. Unë mendova se do punojna 2-3 vite, mas tani e kupton ka dalë, po.
Këtu në Shqipëri, në Kosovë direkt njerëz e kanë pëlqyer, e kupton kush jam, si jam, personazh, edhe ajo. Kështu që Bigu nuk ndikon shumë Bigu në këtë. Jo, prit pak se të shkoj atje. Edhe te pjesa gjuhës, edhe unë kam bë video të kërcy, të këndu, kam bë edhe pjesa gallat pak si aktrim. Një showgirl. Një showgirl 100%. A triple threat e quajmë në angli, kur mundesh me e bë të tre. Nuk jam të thonë se jam perfekt, normalisht këtë 10 vite kam mësuar shumë më shumë si për këndim, si për kërcim, si për aktrim, edhe për Bigun ma ka ndihmuar shumë me një pjesë e energjisë, nuk di, e ka marrë një energji super mirë. Unë e kam menduar kur dal nga Bigu, sikur kam e pas shumë vështirë, gjëra debatet, atje e kupton gjithçka që kemi pas. Nuk është kështu, nuk rezultoi kështu. I feel so good. I really feel good. Po sepse aty brenda ti ishe shumë e kujdesshme, nuk është se bëre ndonjë gjë që të madje edhe kur e sulmonin dhe kur i flisin me fjalor të papërshtatshëm ishte kështu si me i rregullu edukatën tjetër. Po pse flet kështu? Po mund të përdorim një gjuhë tjetër, po mund të jemi më ndryshe. Dgjoj, unë në televizion drejtoj një emision që është emision politik, quhet Top Story. Okej. E ke parë? Nuk e ke parë ndonjëherë. E kam mundësi se e kam pa, po. Maybe nuk e kam pa, maybe e kam pa. A jetu right? Zemra po 100%. Nga politika merr vesh në Shqipëri, një politikan shqiptar. Unë politikan nuk është që merr vesh shumë me politikë dhe gjëra kështu, ama Babi ka thënë ti je me Sali Berishën. Po, babi ka thënë Sali Berisha, e respektoj, po unë jam me Edi Rama, ama Sa e bukur që ka kjo. Është dhe bëhet çevi Edit. Ti vëllai Edi baby G për mua ka thonë kështu. Jo, Tirana më pëlqen, unë kam s'ke votuar asnjëherë, ë? Unë kam shumë vite që vi kënej në Shqipëri, edhe me prindrit, sidomos këtë 10 vite që edhe punoj. Zgjedhjet Ke votuar apo jo ndonjëherë në Shqipëri? Nuk do me fola, e kupton për votat edhe për sa. Jo, a ke votuar apo jo, po them? Jo. Sa shumë s'ka votuar në Angli. Asnjëherë. Ama kam tregu. Jo, a di si është për Shqipëri. Shqipëria ma pëlqen edhe Edi Rama që ka bë, kjo pjesë. Këtë 10 vite shumë ka ndryshuar Tirana edhe Shqipëria. Po unë të më thënë, edhe sinqerisht jam shumë krenar për shumë projektet që janë të bë me pallatet, me rrugët, edhe unë jam të bërë me bukur Shqipëria, nuk diskutohet fare. Është super vend. A do doje të jetoje këtu baby G? Unë këtu jam të jetu, edhe këtu e shijoj jetën. Apo do bësh? Tani unë kthehem ka pak se normalisht e kam familjen atje dhe kam sa gjërat e mia. Po do të vendosësh në Shqipëri besoj. Unë kam 10 vite që jam pak a shumë vendosur në Shqipëri. 10 vjet Shqipëri dhe si flet? Gjysma? Po gjysma që shtu të ne çam e bëj, dhe do filloj një kurs, do e mësoj shqip. Baby G, në Angli për të çarë këtë tregun në këto 10 vite karrierë që thua ti, siç kemi pas shqiptare të famshme atje që i kanë patur dhe më shumë ndoshta mundësi të flas Rita Ora, Dua Lipa që janë international. A ke mundu ti me hy edhe me ça edhe në tregun anglez dhe më gjerë? Unë në Angli kam pas mundësit, besoj, nuk është që ma kanë mungu mundësit, ama unë kam pas shumë qef me punu këtu në Shqipëri, në vendin tim, gjithmonë atje në Angli jam si jam në një vendi huj, edhe e kam pas mrena vetës gjithmonë, me bë punktu, unë këtu s'kam për të bërë kur, domethënë ideja, sepse jam e huaj, nuk do të përkraj. Jo në atë aspekt, unë kam mujtë se kam kryer edhe universiteti për aktrim, për kërcim, për këngëtare, performing arts, e kam bë university shkollë. Si? Sa vjet? Një vit? 3 vite. 3 vite? 3 vite, po. Shkollë Akademi Arti, ha? Po, edhe college, edhe në shkollë që ai kupton prej vogël unë gjithmonë jam marrë me këtë punë, kam mujt me e bë, po kur ka ardhur mundësi për unë me u kthy prapë në Shqipëri edhe me punu me njerëzit e mi, ajo ka qenë një të ka mbushur më shumë, të ka kënaqur më shumë. Po, pamasë në vite që po vjen, pse jo, mundem me bë edhe diçka atje, nuk është në vitet që do vinë. Po, në vitet që do vinë. Më pëlqen se tim
kritikon. Unë kam qejf njerëz kur kritikon. Po pra, dhe ty të fiksohet kjo gjë, kështu, po patjetër. Baby G, cilin nga bashkëpunimet e tua, duke mbetur te karriera, ti vlerëson më shumë? Di që ka video që kanë kaluar miliona shikime, për shembull, ajo me Getinjon është 42 milion shikime. Po. Është klikuar shumë. 42 milion. Po. Bravo. Cilët nga bashkëpunimet ti vlerëson më shumë dhe është momenti ta kujtosh atë këngën e famshme? Këngën e parë. Po, so këngën e parë e kam bërë me Getino, e vlerësoj shumë normalisht. Ajo këngë ka qenë një boom për mu që ka Ky Getinjo nuk është shqiptar apo jo? Kosovës. E njoh. 100% shqiptar, që ai të Talëm, fakt. Okej. Ama çdo këngë që kam bërë edhe çdo bashkëpunim që kam bërë, e kam vlerësu, edhe singles që kam bërë vetë. Tani për momentin kam punu një këngë me MC Krisha, që jam shumë e lumtur edhe pëlqen MC Krisha. Dhe e kemi së shpejti. Është reper mirë shumë. Po, edhe kam shumë bashkëpunime në listë që do bëj, që do jem shumë krenare. S'du me thënë emrat, po ata e din kush janë. Po një emër do na e thoshte ne për një super lajm ekskluziv nga ky emision. Po unë e thash MC Krisha, për mua MC Krisha është një nga artistet më të mirë që e kemi në Shqipëri, edhe jam shumë krenar me bëni bashkëpunim. Shumë mirë. Po dhe mund mos bësh krenare nga këto që do bërë, se kujt dihet. Shkëputemi për pak publicitet, Salsano. Jo, do pak publicitet. Po jo tash unë sa kisha i pyetje tash pak publicitet. Publicitet kthehemi pas pak. Ndryshe, në Top Albania Radio. Mirë, rikthehemi me You're a doctor, for my body, you're a monster. For my fucking boyfriend, you're a gangster. You're a monster, you're a doctor. Unë e du shumë zërin e Baby G dhe më ka knaq në gjithë qëndrimin e saj. Timbrin ka shumë bukur. Fantastike. Gjithë qëndrimin e saj në Big kur këndonte. Edhe mund të them që live është më e bukur se në Big. Ta kanë thënë këtë që dukesh më bukur kështu? Sinqerisht, jo me qenë ndje madhe ose asnjë sem, por sinqerisht jam më e mirë live. Po, a di pse? Shumë thonë dhe mua gjithmonë. Jo, është kjo energjia e zemrës që e ke, edhe kur të shohin njerëz live, gafore shkëlqim, nuk di më shkëlqim. E di çfarë ka, para se filloj Salsano me pyetjet e veta. Rim dhe pak te Bigu, e di çfarë ka thënë Selin, edhe bëhet gati Mario të ndihmoj, kur ti dole nga shtëpia e Big Brother, të shtunën të nesër në Big Brother Radio, nga shtëpia e Big Brother, dhe kanë qenë aty një grup, një pjesë prej tyre, dhe Selin të ka përcjell kështu. Shiko Selin kështu. Do doja ta komentoja. Cili është mendimi yt për Selin përpara se ta dëgjosh këtë video? Unë e pres gjithçka ka çdo person në jetë, asnjë sen nuk ma surprizon më, si mirë si keq, so mirë pritur çdo koment. Jo, po pyes. Ti se ke pa akoma ndoshta çfarë? Si të zhduhet ty në shtëpi? Jo, tash si mirë si keq. Si të zhdukur si baj, si banore. Për mua nuk është që I don't know, s'di. Nuk i ka pëlqyer. Ja, nuk e pëlqej. Shumë. Është jo mirë, tim miri. Jo, nuk është që jam team miri, unë jam team Baby G, ama pak aktore, ajo ka vendosur çështu me bë lojën e vet, so kaq. Në fakt të kanë cilësuar shumë si grupi i Mirit, me Mirin, Baby G, patët edhe një lidhje kështu, një good vibe me njëri tjetrin. Po. E sheti i Mirin. Po dhe gjithë ato që rrinë me Mirin dilni pastaj. Jo, a di si është, Miri është sinqerisht një person e mirë, tani nuk di është për femrat. Po, është një person i mirë, ama tani nuk di e kupton a ka qenë vetëm ja doli dielli edhe kjo doli dielli. Se di e kupton, po unë e respektoj shumë për artist që është, sidomos ato këngët e vjetra që ka që janë super hitet. Edhe kemi folur edhe me Mirin për ndaj bashkëpunim. Po, sa do të pyesja, në një bashkëpunim me Mirin, në me West Side. Hop çike çike, luje veli çike, një remix ajo kishte qenë super interesant. Am çike. Bën Britania Madhe. Dërkohë, Baby Gia na doli mbrëm. Nuk na iku Gia. Jo, Gia na ka ngritur brenda, po na iku Baby G. Gia ka ngritur brenda, Baby na iku. Iku Baby G, pa sqaron se ishte Baby apo G. Po, si e gjykon ti? Unë e gjykoj si një ndoshta jo zgjuarsi për të shfrytzuar momentin, situatat dhe pikën ku Baby G hyn në Big Brother. Do të ishte pak jo më interesante sepse Baby G është mjaftueshëm interesante, kemi ndjekur gjithë ato kohë që kanë qenë në publike dhe si figurë, po erdhi në mes dinamikave, erdhi në mes të situatave. Edhe pra
Si më thënë, jo zgjuarsi për të përballuar shumë situata e ka cilësuar lojën tënde Selin. Cili është komenti yt? Komendi im është për zgjuarsi, s'kam shkuar atje për me qenë Albin Einstein. Unë e zgjuar të e di sa jam, edhe e di limitet e mia, edhe jam shumë i kënaqur që kam shku atje 3 javë, kam dalë me kokën lart, edhe shumë pa komentet keq, vetëm gjëra të bukura nga atje, edhe zgjuarsi tani me nejt atje edhe me fitu një çmim ose me shku deri finale, edhe ti e shet fytyrën tënde, ti se menon ajo zgjuarsi, vazhdo ta jep rrugën. Cilët janë finalistët sipas teje? Finalistat pas meje Stenaldo, Mali, si që du unë e kupton me qenë, Miri. Është edhe një video e Mirit me Mateon, të lutem t'i japim play, se është një nga videot më të klikume të ditës, Miri me Mateon. Po? Miqës Plasi Grushti. Ja, shife Baby G e komentar. Pregu njëri. Hajde provoj shpullën. Hajde pra provoj shpullën. Hajde provoj shpullën. Hajde provoj ti. Hajde pra, ti ma zjata. Çfarë zjata? Qovin sa i forti, hajde. Si zhveshët, fe do pres veshët. Qovin sa i forti. Hajde prej veshët. Hajde pra. Hajde prej veshët. Hajde gjyti. Hajde gjyti. Hajde gjyti. Ti ka shumë punë fizike. Veshët. A do presësh veshët. Hajde prej. Hajde pas të më gjuje. Hajde gjyti. Po gjyti tjerë. Tjerë me gjyti. Tjerë me gjyti. Tjerë me gjyti. A ku e pe Tjerë me gjyti. Si është kjo puna mes dy çunave që çdo ditë janë me njëri tjetrin përballë në debate kaq të ashpra? Atje është normalisht që në shtëpi është pak gjërat komplikuar, se s'kan dalë na i 60 ditë. Ç'a do bësh? Mes Mirit dhe Mateo zgjedh? Miri. Po, sipas. Dhe finalistët edhe Mateo është shumë çun i mirë, vetëm thjesht nuk ma pëlqen kjo lojë që janë të bën me Brikenan. Që bëjnë sikur do bien dashuri, bëjnë sikur, Po, sikur, like sikur, edhe nuk më pëlqen kjo pjesa që e përdorin dashuri falso për me hy ma shumë në lojë. Për këtë pjesë që janë tu përla edhe bën debatet, vazhdoni, e kupton se kjo është Big Brother. Tu përla do të thotë duke u me dashuri, pak të mos luni me dashuri. Dua të di mendimin tënd edhe për Rogertin. Rogerti është një person që atje mrena ka thënë shumë fjalë keq si për mua si për të gjithë. Ai po lun lojën e vet, edhe Dështoshë lojën e vet skandaloze. Po, mu personalisht nuk ma pëlqen, ama e kuptoj që ai ka don me sakrifiku të gjithçka e kupton që ka për me qenë atje, e kupton sa njerëz kanë diçka qa me hub, edhe sa njerëz nuk kanë asnjë gjë, edhe kur nuk ke asnjë gjë për me hub, sakrifikon edhe bën të gjithë. Si ishte ky Big Brother për ty? Çfarë more ti nga Big Brother pesa? Big Brother, unë jam shumë falenderuese që kam punu edhe kam qenë pjesa e Top Channel, Big Brother VIP, ka qenë një super experience për mu, jam kënaq, e kam shiju, edhe pse ka pa shumë dinamika, shumë gjërat, kam marrë një energji shumë të mirë, edhe fund ditës unë e kam marrë ato që du. Për mua ajo atë që ke dash ti more nga Bigu. Ajo po. Kjo është pyetja fundi për Bigu, s'ka më. Ja, mbarova. Okej. Jo, vetëm finalistët s'mora vesh se Aq pra 3. Stenaldo Mali the ti? Kush tjetër thash? Stenaldo Mali Miri? Apo Miri, edhe një person tjetër, kush tjetër, edhe Alesi. Edhe Artani, kishe thënë. Oh, Tani, si Tani. Për Baby është kjo gjë. Kam një pyetje kështu, me që shqipja jote është akoma e pa konsoliduar, do thosha, megjithëse është shumë e mirë, ta dish. Me kaq vite. Shumë e mirë është shqipja. Ka ikë shumë e vogël. Si shpreh dashurinë më mirë në anglisht apo në shqip? Unë shpreh dashuri nuk është me language. Unë shpreh dashuri. Mos u kompleksoze të bëna me veprime do thuash. Nuk është me veprime, është ka zemra, e kupton. Dashuri nuk ka fjalë kaniherë, so nuk është. Mirë, po ta specifikoj. Okej, shife tani. Fjalë dashurie i gjen më mirë në shqip apo në anglisht? Është më bukur kur i them I love you, është më bukur kur i them të dua o zemra ime. Është më bukur të dua zemra ime. Ha, pra. Do të thonë në shqip. Po. Okej. Ke bërë një sherr me një këngëtare tjetër, siç bëjnë këto reperat zakonisht kështu? O sherr, nuk është që kam bërë. Për flokës bab bum kështu nga ato, jo. Jo. Asnjëherë? Jo. As ku ke qenë
Adoleshente që ishte ajo baby vogël që bëj liderën. Unë kur nuk kam bërë share, unë ka një herë dukëm prej karakterit sikur jam një gocë që bën share ose gjëra kështu, kur s'kam bërë share, unë gjithmonë kam pas njerëz rreth meje që kryshin punë për mua. Prit! Ke vend thoshte, kape! Skape! Shiko, po ndërkohë ka mbaruar për kriminalistik. Po, Ka dhe diplomin? criminology, criminal Criminal- justice po. and sociology. E kam filluar në university edhe besoj mas kjo pjesa televizive edhe aktrimi, kërcimi, krejt këtë këngëtare. Kur jam 40 vjeç, mas 10 vite, besoj do bëj diçka me. Çfarë bëra humor me ty për atë emisionin? Fakt unë jap lajmet në Top Channel. Dhe kur ti të bësh kur të bësh një gjë, nga këto investigimet e kriminalistikës, mund ta nxjerrim, thotë Baby G. Kështu që do dalësh ditë në lajme, mbaj mend. Excuse me. Zemra drejton për portokallin në Top Channel. Aha, okay. Po ç'kem. Po kam qenë kur s'më njohin njerëzit. Jo, unë njoh shumë mirë. Unë të kam pa fytyra jote në televizor prej vogël. Po fytyra jote poshtë. 100%. Jo, edhe e ke përshëndetje nga babi im, sa unë të njoh. Oh, faleminderit shumë. Shumë fan e babit. Faleminderit. Se kuksianët e mirë gjithmonë dërgojnë të falë, janë shumë sjellshëm kuksianët. Dgjoj, se Samir e di shipen tha fytyra, se mund të thosh edhe surrati. Mund të thosh edhe surrati. Surrati, jo. Ju, në përgjithësi ju që bëni paktën këtë lloj rrymë muzikore. Po. Jeni goca kështu si kullera kështu apo jeni romantike në momentet veçanta? Je gangstere apo romantike? Apo romantike. Unë jam një gocë që për career e kam një pjesë jetës time që e bëj për ato njerëz që më shohin, edhe që shtu e kam ndërtu. Ama jetën normale, unë jam një gocë super e mirë, sinqerisht. Jo e mirë, jam një gocë që gatoj, që pastroj, që gjoj mamin, babin, kur vjen babi te shtëpia duhet me çu, me pyet kur vjen njerëzit, si jeni, a jeni mirë me bë kafe. Normalisht jemi shqiptarë edhe unë kam atë traditë, ama nuk është që e tregoj shumë. Ajo është pjesa personale. Di me bë burek, jo fli, po burek e di me bë, na i grosh, na i pasur. Me vështirë se flia, ta dish. Po, ama normalisht këto gjërat e di, jam rrit nga dy prindrit shqiptarë që hala edhe pse veshëm si cool, si këtë në Instagram, prapse prap unë e di për ku kam ardhur dhe ç'a jam edhe çysh ka tek, unë motrat e kam super goca tradicionale edhe pak modern, po edhe unë e kam ajo se normalisht. Prindrit i mbajnë shumë mirë këta që se mos e ikin të vegjël, nuk e mbajnë mend Shqipërinë, e rrisin me idenë më shumë për Shqipërinë, prandaj kështu. Po. Tani kam një pyetje provokuese në këtë rast. Ke pas një eksperiencë me një femër në jetë? Në çfarë aspekt? Aspekt dashurie flas. Ja. Shoqëri kam shumë shoqëri, gocat e du shoqëri patjetër, po them kështu me ta kesh pas dashur kështu. Ja. Sa po ta tradicionale bëj byrek. Çon vjen babi çon kop, a ke pas? Të kanë ngacmuar femrat? Ty të kanë ngacmuar femrat? Unë nuk e marr shumë seriozisht. Edhe kur çunat kanë një herë kur ngacmojnë, nuk është që e marr shumë seriozisht. Ti ke të dashur aktualisht? Aktualisht unaza ti a e shef? Nuk ke. Thank you. Ke qef të ngjitesh në mal? Ti ngjitesh malit? Unë jam gjitë në mal sa herë. Jo sinqerisht. E ke dëgjuar ti atë shprehje? Jo sinqerisht kam gjitë në mal dhe ka qenë një experience më të bukur. Pse e ke këtë pyetje ne? Sepse kam pyetje tjetër mbrapa. Kam gjitë në një mal në Tropoj, edhe sinqerisht ka qenë një experience shumë bukur, edhe kaq, mjafton, se do vazhdo pyetjen. E ke ngjuar shprehjen që mali që ka mineral brenda, nuk ka pyll. Është si puna ne, qerosave që jemi pa flok, ne kemi mend, thon, nuk kemi. Mali i Big Brotherit ka pyll apo ka mineral? Si mendon? Këtu ma ke hub komplet, nuk di. Nuk di. Këtu jam. Këtu ma hub edhe mua. Këtu ma hub. Mal. Ska pyll fare si zhveshur, ska, është shkëmbinj. Po brenda kanë mineral. Domethënë kanë krom, florin. Kurse malit që janë me pyje, që kanë pyje, brenda janë vetëm dhe, nuk kanë minerale, të jenë të rëndësishme. Mali i Big Brotherit ka pyll apo ka mineral? Mineral. Mineral, ë? Pëlqen te mali ty si?
Kështu si Tani ku ka ikë jo muhabeti, tani më pëlqen edhe pemt, edhe mali, edhe depi. Më mali njëri, pëlqen mali njëri. Ai mali që njohej në Big Brother thot për malin. Ishte mineral apo ishte Kur i ke hyp malit, nuk thash malit Big Brother, kur i hyp malit mal. Jo, prit pak. Tani je të Fola fol për për malin. malin tamam. Tani jam të fol për malin e Big Brother. Mali e Shpari Big ishte të Brother. fol për malin tamam, malit e Shqipnisë. Edhe gjithë Mali e Big Brother, po? Tani mali Big Brother. Më fal, o zotri, a më ndesh më të fiks? Mali i Big Brother, si duket? Ka mineral apo ka pyll? Mali është një qunë shumë e mirë, atje mrena te Big Brother ka qenë një person që unë e kam mujt me qenë vetja 100% edhe me fol. Ato muhabetet që kam dasht une, ma ka jep një energji shumë mirë. Kishte një feeling kështu? Jo, 100% nuk ishte asnjë feeling në pjesa romantike, ama si shoqëri edhe si person, edhe si lojtar është Nëse s'kishte me mal, mund kishte me dikë tjetër? Jo. Ja, nuk të pëlqeu askush. Është As Alessio që hyri që është cool guy, duket bukurosh, handsome. Jo, Alessio është 50 years old. So? No. I like mine younger. I think it's she's like younger than she. The boys. Jo, younger than she is, but pak jo, 50 vjeç jo. Jo, sinqerisht, normalisht. Më të vegjël se vetja I do, apo jo? Jo, në Big Brother është pak vështirë me të fall in love. Dashuria për mua është diçka shumë e madhe dhe nuk kam qejf. Nuk mund të ndodhi aty me ca ditë aty brenda. Shumë vështirë, jo. Edhe unë te pjesa besimit e kam. Vazhdo me The Dog is under the table. The book is on the table. Vazhdoj me pyetje unë. E ka këtë rubrikën të vetën, ka ca pyetje të tjera. Jo, s'kam. S'ke më? Fillova me uskuq. Ja, ato kanë gatuar, ato ditë gatuaj, kam gjithë. Po. Një bashkëpunim ëndrash që ti ke dashur. Sorry, you tell us Albanian joke. You know? Këtë do ta thoja edhe unë. E di pse ka Baby G një moment nga Barceleta, po na ndihmoi Mario. Ishte vetëm një ti, ama nuk di. Jo me lopën, cilën Albanian joke. Po më mund na thosh dhe një English joke. Dëgjojeni pak Barceletën e Baby G që ka thënë këtu. Ta ka dhënë Barceletën? Ishin 4 lopa. A di çka kam dash me tonë? Unë me tonë drejt, nuk di Barceleta edhe këto gjërat, edhe nuk është që edhe ato Barceleta që keni thënë ju nuk është që kanë qenë kaq fone, asnjëri nuk ma keni bërë me qesh ose asnjëna. Kemi votuar ti, po jo, mos e çoj këtu. Nuk di sot. Unë për veten time jam të mendoj. Tani Barceleta ime është kanë qenë 4 lopa. Tani një lopa ishe e trash. E shnosh. E dyta ishte shumë e hollë. E treta ishe elegante. Edhe e katërta muscles. Gym, po. Tani, këtë 4 lopa tup të hec, e kupton. Sa gjatë e kam bërë? Ishte që shtu, tani një lopa. Po, djate. Një lopa e parë thotë mu. Kuptove që ka ishte personaliti? Jo, një lopa e parë thotë mu. Lopa e dytë thotë mu. Lopa e tretë thotë mu. Lopa e katër thotë be. Kur kthejem, është Rogerti, ka që ishte. Po se pas ka kuptu njerëzit të bëj. Jo, se nuk e kam thënë. Se tash, do marrë Sa mirë që e nda, me lidhë bukur dhe mësuam. E kuptuam Barceletën e Se unë mu duk se ajo që Qerosi, që ishin 3 vëllezër dhe Qerosi, edhe kishin marrë motrën këtyre, I thotë Jati, shko merrni motrën se kishin marrë kuçetra. Edhe vati vllai I madh e hëngri kuçetra. E thot vllai I dytë do iki dhe unë thotë të shpëtoj motrën, edhe mori armën të iku, e hëngri dhe vllani I dytë. Edhe vllai I treta mori shpata çka kishte gjithë, e hëngri dhe vllani I tretë kuçetra, do shkoi Qerosi I fundit. Shkoi Qerosi, hëngri dhe Qerosi. Ka gjithë bërë. Po Qerosin ti mbajni këtu ju lutem mos e çoni. Masive. Baby G, what's next? What's next? Çfarë ka tjetër? Për mu tani, jam të punu me album, jam të punu me këngë, jam të punu me bashkëpunimet. Në televizion do merresh gjë? Me televizor, po kam qejf edhe me hy te kjo pjesa
e aktrimit me filma. Do bësh film, domethënë. Do bëj film, tani nuk do e bëj unë filmin, po do jem një pjesë në film, po kam. Do të mësosh shqip mirë apo? Si tash, unë do bëj një kurs, po, pse jo, edhe gjithmonë që do qellojmë bashkë, unë do të pyes për sa gjëra dhe ti do përgjigjesh, po them nga ke gabim do të ikësh. Okej. Po qelluam, po që duam rrugë. Okej, fix. Ose kur shikosh kur jap lajme tu, thua, sa kjo kështu do të ças shqipen unë. Do e shoh, do prit për lajme derisa vjen ti. Në orën 8, okej. Kush del sonte nga shtëpia e Big Brother? Kush del sonte, dikush që është real dhe dikush që është pozitiv. Kështu mendon? Po, se vetëm jam tu e majt ato njerëz që janë tu aktru, ato njerëz që janë. Kush është nominuar sot, se nuk e mbaj mend. Unë mendoj se Marko ka mundësi se do dali se e flitet si një nga emrat më të Marko vetëm një herë ka knus ka bërë si tjetër. Në nominim janë të gjithë. Kush janë? Janë thuajse të gjithë? Po, të gjithë janë. A janë të gjithë? Të gjithë janë në nominim. Të gjithë janë në nominim. Dhe mund të dali Marko, thot Baby G. Unë kisha pas qef me dal Greta. Me të drejtë, po nuk zbesoj që s'të pëlqen. Greta është kunata. Jo Ela. Jo, a di pse do Greta, se jo se nuk e kam qejf ose diçka ashtu, se nuk kam asnjë gjë personale me asnjëri prej këtyne. E kam shiu kohën edhe pse kemi bërë debatet edhe gjërat, po du me pa ç'a do bëj Selin edhe këtë e kupton pa Greta. Sa atje kanë kryetuar një grup, so du me nxjerr një person që shkon mas Selin edhe me pa si jemi në limit, jemi në fund fare. Në limit jemi, nuk diskutohet fare, por ka një pyetje tjetër për Baby G. Po merri keq që doli, me thënë drejtën, sepse ne gjetëm një gocë që do imitonte këtë. Edhe aç na iko. Do të imitoni në Portokalli. Unë do me ardh atje në Portokalli. Do me ardh Portokalli. Bëjni këtë biseda pastaj. Faleminderit që ishit me ne sonte në ndryshe. Do vim Portokalli patjetër, do vish patjetër. Big Brother Prime Baby G, faleminderit shumë, thank you. U kënaqem me ty edhe të fol me ju. Të urojmë shumë suksese në albumin. A mundemi me takuam në një ditë çështu pim kafe dhe flasim. Patjetër, edhe kafet i paguan Elona se ka shumë lek. Jo, do i pagoj unë, do i pagoj unë. Max Top Chicken gjithë reklama që bën. Faleminderit. Ju takoshim, faleminderit shumë. Thank you, baby. Ciao, ciao. Much love. Ndryshe, në Top Albania Radio.